Deri në orën 15 në qendrat e votimit në shkollat e mesme të Gjakovës, procesi zgjedhor po vazhdon në mënyrë të qetë dhe pa probleme, kanë bërë të ditur menaxherët e qendrave. Në shkollën ekonomike Kadri Kusari, qendra votimi 0206, procesi po zhvillohet normalisht. Deri në orën 15 kanë votuar 803 persona, nga gjithsej 3666 votues të regjistruar. Ndërkohë në gjimnazin Hajdar Dushi, në qendrën e votimit 0201, procesi i votimit po shkon po ashtu pa asnjë pengesë. Deri në orën 15 kanë votuar 924 votues, që përbën rreth 20% të gjithsej 4635 votuesve të regjistruar në këtë qendër. 0205 Shkolla Teknike Nexhmedin Nixha, qendra ka të regjistruar gjithsej 3086 votues në 4 vend votime, ndërsa deri në ora 15 kanë votuar 626 votues, apo në përqindje 20%. 0201 qendra votimit më kusht në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi, po ashtu deri në orën 15 kanë votuar 37 votues, ndërkaq që procesi po vazhdon pa pengesa.